ju pyes drejt për drejt. Sa dëshmor ka Shqipëria sot? Se nëse janë 28.000, ne s'pasim i qenë popull trim. 314 italianë janë vrarë. Edhe kanë vdek, edhe nga kolerja. Nga 39 deri kur kanë ikë në 43. 123 Gjermanë, thot ambasada Gjermane, janë varrosur në Shqipëri. Të vrarë dhe të vdekur. Pra 437 armiq, na pas kanë vrarë 28.000 trima tonë, dëshmor. Po këto pasan që e spurdhjake, i biki një nga këta, të ketë vrarë 7 trima. Këte kërkojnë mësojnë ata, shqiptarët. Se kemi ngju komandantin legjendar që thoshe ne i shpallëm luftë këtu, ata ikën si dhënë atje, ne i dërmuam atje me tanë, tendën e qypit, ke përmeti, në pezë. Qa kanë vrarë? 437 veta. Ju thoni, në histori, ju nuk e pasin studiuar, që ne pasin pas 75.000 partizan. Po nëse është vrarë 28.000, vrarë 20%. Qa luftë e kanë bëfta? Një ushtri që të vritet 20%, jo, së shushtrie, a e tuf delesh. Ndaj unë kërkoj që instituti të studiohet 5 vjeqar, që është i errët, 39-24. Sa për merakun që kishte kolegu parafolës, që thot sa shkojnë Varreza 28 nëntor, qa 29, jo, i nderuar koleg. Në 5 maj shkojnë gjithë si tufë, se nga 1 metër kanë dalë, komunista e ke. 5 maj ke atë, edhe këte, atje qojnë Varrezat, qojnë në kurorët me lule. A datë në shemit kërkojnë të hiqen disa antikomunistë e disa si pro-komunistë.